Kosovës për krahje dhe simpati. Pra, kjo për ne është shumë e rëndësishme, edhe nuk duhet mohuar ky fakt. Pra, sa do të arrinte zonja Feride Rushriti, nuk e dim, sepse pa atë në vepër është vështirë ta vlerësojmë, por që një presidente që do të ishte korrekte, edhe do të mund ta kryente punën e saj që ne të mos përjetojmë kriza siç kemi përjetuar edhe siç po shihet se do të përjetojmë edhe në të ardhmen, do të ishte mirë edhe ajo për president. Zotri Esalia, i duket se fushata zgjedhore në një farforme ka nisur, pati edhe një video mesazh të publikuar nga ish-presidentja e vendit Vjosa Osmani në rrjetet sociale, një gjuhë thumbuese, kritikuese ndaj lëvizjes vetëvendosje, pra nuk është se kursejon një farforme vetëvendosjen për kritika cilat i drejtoj, dhe si presni të zhvillohet fushata zgjedhore tashmë? Shikoni, të ne në Kosovë është instaluar një gjuhë sulmuese, një gjuhë denigruese e partive politike pa përjashtim. Pra, unë mendoj se kjo është e keqe, kjo është reflektuar edhe në kuvend, pra e kemi në kuvend ku fyhen njerëzit në mënyrën më brutale, pra fyhen deputet, shahet familja, shahet nëna, gjëra që s'duhet ndodhin kur sepse janë gjërat shenjta për cilat deputet duhet luftojnë, që t'i ruajnë, jo t'i shkatrojnë. Pra, unë mendoj që partitë politike kanë instaluar një logjik të denigrimit njëra tjetrës, dhe kjo është shumë e gabueshme. Pra, është bërë normë në Kosovë dhe sigurisht që për fat keq ka ndikime negative edhe nga Shqipëria, sepse ata që një kur shumë gjatë e kanë këtë gjuhë, dhe kjo tash erdhi edhe te ne, dhe ne pa kursim i fyjmë e shajmë se cilën parti, se cila partin tjetër. Pra, unë mendoj që është kjo shumë e gabueshme, duhet të bëhet një fushat jo e sulmeve, jo e denigrimit të njëra tjetërës, por një fushat e vlera. Pra, çka do të zgjedhim ne, a do të zgjedhim tash në zgjedhjet e reja, do të zgjedhim atë parti që shanë më shumti, apo që ka vlera. Pra, nga përvoja që është krijuar, nga praktika që është krijuar në Kosovë, ne duhet të zgjedhim se cila parti ka aftësi të